para se me shku dhe me detajet tjera të konferencës që do t'i shpalosim për Shqikustan, ajo që ka po më intereson shumë kur po flasim edhe kur fliste flutra, gjithmonë e mendoj sa njeri thot, po ne kam një smundje kronike, po ne vuj prej kësaj, sikur i dorëzohen qasaj se çka i ka ndodhur. A janë të dishëm njerëz, doktor Rëshet, a mundesh me na spjegu edhe për audiencën që smundjet kronike edhe mund të parandalohen nëse kemi një stil të mirë të jetës na? Tani, më falje. Pa problem. Ne kemi shumë pacientë të cilët kanë smundje kronike, si hipertension edhe diabet, edhe ato përveç që parandalohen, duhet edhe të trajtohen. Absolutisht. Shumë rëndësishme është që këta njerëz ta kuptojnë që do të jetojnë me këtë problematik, qoftë përmes marrjes së rregull të barnave, qoftë përmes ndryshimit të stilit të jetës. Ajo që ju them është se ka të i merr ti barna